Kamioni përplas për vdekje 51 vjeçari në mes të rrugës. Një 51 vjeçar ka ndruar jetë pasi u përplas për vdekje nga një kamion. Mësohet se aksidenti ka ndodhur në zonën e Dajçit ku viktima Arben Tanushi është përplasur nga mjeti që drejtohej nga 28 vjeçari me inicialet KZ. Rreth orës 20:50 në aksin rrugor Lezhë-Mabe në zonën e Dajçit, një automjet tip kamion i drejtuar nga shtetasi KZ 28 vjeç është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin atë 51 vjeç. Sipas aksidenti, drejtuesi i motomjetit ka ndruar jetë në spital. Grupi jetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit, ndërsa drejtuesi i kamionit të shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme proceduriale njofton policia.